Ministri francez i mbrojtjes Sébastien Lecornu tha se Franca po i ofron informacione Ukrainës, një veprim që pasoi pasi Shtetet e Bashkuara thasën po ndërpresin shkëmbimin e inteligjencës me Ukrainën. Lëvizja vjen pasi udhëheqësit e Bashkimit Evropian u mbledhën të enjten në Bruksel së bashku me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për një summit për të diskutuar rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe forcimin e premtimeve për mbështetje për Ukrainën në betejën e saj kundër agresionit rus. Presidenti francez Emmanuel Macron tha përpara bisedimeve se antarët e BE-s do të ndërmarrin hapa vendimtar përpara, ndërsa shprehë shqetësimin për ndryshimet në mbështetjen e SBA-s për Ukrainën në presidentin e ri Donald Trump. Trump në fillim të javës urdhëroi SBA-n të pezullojë ndihmën ushtarake për luftëtarët e Kievit pas përplasjes me Zelenskin në shtëpinë e bardhë. E drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, tha të mërkurën se Shtetet e Bashkuara për momentin i kanë dhënë fund ndarjes së inteligjencës së tyre me Kievin. Që nga fillimi i luftës në vitin 2022, Shtetet e Bashkuara i kanë ofruar Ukrainës inteligjencë të konsiderueshme, duke përfshirë informacione kritike ushtarake për të shënjestruar forcat ruse.